Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Numri i njerëzve të infektuar me tuberkulozë është rritur globalisht, duke nxitur akuza se smundja është neglizhuar sepse prek më shumë të varfrit. Sipas profesionistëve shëndetësor, rreth 1/3 e popullatës në botë është e infektuar nga tuberkulozi. Sipas tyre, çdo 10 sekonda një person vdes nga kjo smundje, ndërkohë që një i prekur mund të infektojë 10 deri në 15 njerëz brenda një viti. Tuberkulozi, i cili më së shumti sulmon mushkrit, përhapet përmes piklave ajrore. Mund të mbetet latent për shumë vite përpara se të shkaktojë probleme shëndetësore dhe mund të jetë e vështirë për t'u diagnostifikuar. Në Kosovë, gjatë vitit 2024 janë regjistruar 241 raste me tuberkulozë. Dr. Musa Hoxha, drejtori i klinikës së pulmologjisë në Qendrën Klinike Universitare, thotë se tuberkulozi po shënon trend të rritjes në Kosovë. Krahasuar me vendet fqinje, shpreshtësia e rasteve me tuberkulozë është shumë më e lartë në vendin tonë. Hoxha shton se në nivel vendi ende nuk janë të dhënat zyrtare, mirë po në bazë të një llogaritje që kemi bërë, shihet se numri i rasteve të reja sillet diku rreth 600, ashtu sikur se vitin paraprak, me një incidencë diku rreth 30 raste të reja në 100.000 banor. Për dallim nga vitet e mëhershme, tuberkulozi po stacionohet më shpesh tek moshat e mesme dhe të shtyra. Edhe zyrtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë theksojnë faktin se tuberkulozi edhe sot e kësaj dite vazhdon të mbetet kërcënim serioz për shëndetin publik global. Tuberkulozi është një smundje ngjitse e cila nga personi i smur tek ai shëndosh përhapet përmes ajrit, pshtymes, teshtitjes dhe kollitjes. Shenjat e paraqitjes së tuberkulozit janë plagështia, zbehja, humbja oreksit, si dhe temperatura e lartë. Pra, tuberkulozi është tema që do ta trajtojmë në këtë emision, për çka do të bisedojmë me Dr. Musa Hoxhën, specialist i pulmologjisë, njëherë drejtori i klinikës së pulmologjisë në Qendrën Klinike Universitare. Dr. Musa Hoxha, mirë se erdhët në emisionin Stetoskop. Faleminderit për ftesën. Pra, dëgjuat temën që jemi përcaktuar, flasim, kemi të bëjmë me një smundje të vjetër, e cila është menduar se është drejt qrënjosjes. Mirë po, të dhënat më të reja tregojnë se s'kemi të bëjmë me qrënjosje, nga si kemi një numër bukur të madh të infektuarve me këtë smundje. Mund të na thoni për fillim, pasi që jeni në krye të klinikës së pulmologjisë, sa është numri aktual i pacientëve që janë duke u trajtuar në klinikën e pulmologjisë? Numri aktual i trajtimit pacientëve në klinikën tonë është 9 raste në repartin B. Pa i numër varion çdo ditë. Ne kemi në organogramin tonë kemi edhe repartin për pacientët të cilët mjekohen nga tuberkuloza, që është reparti B, që ka 16 shtete. A është obligativa apo është domosdoshme që çdo pacient që është i smur nga tuberkulozi duhet me patjetër të shtrihet në klinikë apo mund të trajtohet edhe në shtëpi? Çdo pacient i cili diagnostikohet me smundje aktive, do të thotë me tuberkulozë aktive, gjatësi tuberkulozë sekondare, duhet të shtrohet në klinikë në mënyrë që të fillon primar antituberkularët dhe të përcillet ai pacient, për shkak se gjithmonë kur fillohet me antituberkularë duhet të përcillen edhe parametra të tjerë laboratorike, sidomos hepatogrami, se të shumë pacient ka mundësi që organizmi të reagojë karshi antituberkularëve dhe të rriten vlerat e transaminazave. Do të bëhet vazhdimisht hepatogrami të përcillet dhe të shkrihet të mos ka ndonjë alergji dhe ilazh. Dhe sa prafërsisht duhet të qëndrojë një pacient që ka të bëjë me TBC-n? Po ne siç e dim, tuberkulozi ndahet në tuberkulozën pulmonar dhe ekstrapulmonar. Do të thotë tuberkulozi pulmonar dikon përfshin 70-75% të rasteve
Dhe këto raste janë janë edhe te këto raste vetëm kur konstatohet që janë përmes sputës ku bëhet baciloskopia, nëse rezultojnë pozitiv, ne i kemi ato me 3+, 2+, varësisht prej virulencës dhe sasisë numrit të bacilëve të kohët, atëherë ai pacient duhet të filloj trajtimin dhe konvertimi i atij pacientit në trajtimin antituberkularëve gjithmonë varieron 2-3 javë deri 1 muaj. Pastaj pjesa tjetër vazhdon në shtëpi. Edhe mjekimi i tuberkulozit është në bazë të programit, do të thotë 6 muaj merr 4 antituberkular, siç janë rifadina me isoniazid, edhe etambutol dhe pyrazinamid. Do të thotë 2 muajt e parë shku të me 4 antituberkular dhe më asandej vazhdohet me 2 antituberkular, siç është rifadina apo rifapicina edhe isoniazidi. Na thoni diçka, sa ka qenë numri të prekurve gjatë vitit 2024? Numri i pacientëve, do të thotë rasteve të reja që janë diagnostikuar me tuberkulozë, të cilat janë trajtuar në nivel të vendit, dikon edhe pse ende nuk janë dalë në të dhënat të zyrtare, të cilat të plota, po ato bazë informatave që kemi, dikon prapë edhe për vitin 2024 mendohet se sillet rreth afër 600 rasteve të reja. Po thoni prapë, se edhe në vitin 2023 ka qenë njëjta? Edhe gjatë vitit 2023 ka qenë dikon rreth 615 raste të cilat janë diagnostikuar gjatë brenda vitit 2023. Incidenca aty ku na mbetet dikon mbi 30, do të 30 raste në 100.000 banor, mbi 30 raste. Nëse krahasoj me vendet e rajonit, a jemi më keq apo më mirë se sa vendet tjera? Sa i përket rajonit, të gjitha shtetet përreth Kosovës lirisht mund të themi se qëndrojnë më mirë. Dikon edhe Shqipëria qëndron më mirë sa i përket incidencës me rastet e reja të tuberkulozës, edhe po ashtu edhe Serbia, Maqedonia, të gjitha e kanë një incidencë ndoshta përgjysmë më të ulët se sa Kosova. A mund të ketë edhe raste të tjera, nga se tash mundësitë për të trajtuar janë shumë të mëdha, ka mundësi që trajtohet sektorin privat, dhe ata i përcjellin në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik për rastet që ata i detektojnë me TBC. Po, patjetër edhe nëse ndonjë rast në për këto klinikat private fillohet me trajtim, të gjitha dhënat përcillen për shkak se dihet se mjekimi i tuberkulozit është falas, dhe çdo pacient të cilit i shkruhet terapia antituberkulare, ai do të paraqitet në për dispanzeret ku varësisht për cilit vend është, për t'i marrë ilaçe, dhe aty ku paraqitet për t'i marrë ilaçe, aty edhe ai evidentohet dhe futet në evidencat e numrit përgjithshëm të smurëve në nivel vendi. Çfarë moshe zakonisht janë të smurt me tuberkulozë? Cila moshë dominon? Mosha e fëmijëve dhe mosadej është mosha edhe mosha adoleshente, na ende vazhdon të jetë një përqindje jo e ullët, edhe moshat mesatare të shtyrat të cilat sidomos janë edhe me probleme kronike edhe me komorbiditete të tjera të smundjeve kronike të cilat i posedojnë, për shkak se imuniteti të këto raste është i komprimituar apo thënë më i ullët, edhe të rastet sidomos kur janë me terapi imunosupresive, po edhe deri të rastet që janë sikur me smundjen e HIV-it apo me deficiencë të imunitetit. Ju thatë se duhet me patjetër në fillim të shtrihet në spital.
A keni kapacitetet mjaftueshme që t'i plotësoni gjitha kërkesat? Ne gjatë vitit 2023 në klinikën tonë janë mjekuar dikon rreth 213 raste me tuberkulozë në nivel vendi. Kurse vitit 2024 dikon kanë qenë rreth 240 pacienta të cilët janë mjekuar në klinikën tonë, po duke marrë parasysh se ne kemi edhe spitalet rajonale, si që janë spitali i PS, Gjakovës, Prizrenit, Gjilanit, atëre mendoj se në nivel vendi ka shtatë të mjaftueshëm sa i përket trajtimit të tuberkulozës. Te ne në klinikën tonë nga gjithsej 66 shtetës sa i ka klinika, ne kur bëjmë një analizë të hospitalizimeve gjatë vitit, kemi dikon 12-13% të pacientëve të cilët i trajtojmë për tuberkulozë. Kurse të gjitha rastet tjera janë me probleme tjera respiratore. Ndërsa sa i përket barnave, jeni të furnizuar mirë? Sa i përket barnave, qysh nga pastuta, nga viti 1999, gjithmonë kanë qenë në prezente dhe në asnjëherë nuk ka pas mungesë, duke falenderuar fondit global, i cili vazhdimisht e ka bërë sigurimin e barnave dhe antituberkularëve në nivel vendi. Do të thotë fondi global vazhdon edhe me tutje ta furnizojë Kosovën me barna. Po, patjetër, ai përmes menaxhohet përmes menaxherit kombëtar për tuberkulozë, që është doktoresh Melina Gjoca, përmes Ministrisë Shëndetësisë. Doktor, sigurisht se nuk është e tepër të flitet, nga se kemi folur disa herë, ndoshta shumë herë kemi folur për tuberkulozin, por pasi që kemi raste jo dhe të vogla, ndoshta është edhe një rast i mirë që të njohim dëgjuesit me disa nga tiparet dalluese të tuberkulozit. Si manifestohet tuberkulozi? Sa i përket simptomave klinike të tuberkulozit, gjithmonë pacientat të cilët zhvillojnë smundje aktive të tuberkulozit janë pacientat të cilët kanë kollë më të gjatë se 3 javë, në rastet ekstenzive mund të jetë kolla edhe me gjakë, janë pacientat të cilët kanë ethe, temperaturë dhe djersitje, sidomos gjatë natës, dhe humbje të peshës, lodhje, plagështi, dhe të gjitha këto simptoma janë simptoma karakteristike për tuberkuloza aktive. Sigurisht se po sa t'i vrejnë këto simptoma, pacienti duhet kërkojë ndihmën e mjekut me kohë, nga se çdo vonesë mund të jetë fatale edhe për të, por edhe mund ta barë tek antar tjerë, familjes e rrethin. Pasi të vrejnë këto simptoma, gjithmonë tuberkuloza do të bëhet diagnostikimi i pacientit se a është duke zhvilluar tuberkuloza aktive. Sa është vështirë të bëhet diagnostikimi? Diagnostikimi tash kemi edhe testet e lëkurës, siç është PPD testi, kemi radiologjin, ku kemi rentgenin në raste edhe CT-n disa raste edhe CT-n e toraksit. Edhe kemi edhe sputën në cilën e japin 3 mostra, 3 ditë vazhdimisht në BK edhe në Levenstein, por në Levenstein ajo duhet pritet një kohë më të gjatë, që bëhen mbjelljet e pështymës në ato pasazhe, që pritet deri në 4 deri në 8 javë. Po tani kemi edhe testin në gjak, siç është testi i quantiferon TB testi, edhe kemi po ashtu edhe testet edhe materias, siç është GeneXperti. Edhe GeneXperti bëhet përmes të gjitha sekreteve të organizmit, edhe pështymës, edhe bronkolavazhit, edhe likidit pleurale, po vetë indit mundet të futet në ato siç është Kettridge Base, ato fisheket që futen në ato modulët, edhe përmes PCR-it diagnostikohet
dhe të shihet a është gjin ekspert pozitiv apo jo. Do të gjitha këto janë mundsojnë diagnostikimin. Këto do të sigurt apo të lehta, fare të lehta për të bërë. Edhe që ka një sensitivitet mjaft të lartë në diagnostikimin e tuberkulozës. Si bartet tuberkulozi? Tuberkulozi bartet kryesisht përmes të folërit, kollës, të shtikjes, do të thotë duke marrë parasysh se bacili i kohët apo Mycobacterium tuberculosis është një bacil në formë shkopi, po me një masi shumë të vogël 0,5 deri 4 mikron, atëre ai bartet përmes atyve spërklave, na i thënë spërklat derisa flasin, të cilat të kalojnë në ajër, edhe përmes ajrit pacienti nëse i ekspozohet kohës më të gjatë edhe virulencës edhe numrit të bacileve, atëra mund të merr përmes rrugëve të ajrit, edhe kështu që prima infeksioni është natmi, por s'do të thonë që çdo pacient i cili merr ato bacile të zhvillojë smundje, për shkak se e kemi tuberkulozën latente edhe tuberkulozën aktive. Tuberkuloza latente do të thotë bacili është në organizëm, mirë po nuk vepron, apo jo? Po. A është i rrezik shumë ai person për persona të tjera? Mund ta bartë? Jo, tuberkuloza latente absolutisht nuk është infektues për tjerët edhe për anëtarët e familjes dhe personat të cilët i rrinë afër. Vetëm tuberkuloza aktive, po edhe te tuberkuloza aktive nuk kanë të gjitha rastet të cilat janë infektues për rrethit. Për shembull, tuberkuloza ekstrapulmonare, e cila nuk është e mushkrive, po është e eshtrave, e veshkve, e mbështjellësave të zemrës, perikardit, e meningjeve apo e trurit, nuk është infektuese për personat të përreth. Po edhe te rastet që janë me tuberkulozë aktive pulmonare, nëse është BK negativ, edhe ato rastet nuk janë infektuese për rrethit. Vetëm ato që janë BK pozitive, do të thotë që shihen sputa përmes mikroskopit bacile, që shihen përmes atyre plusave na që i identifikojnë me 1+2+3, varësisht numrit dhe virulencës, numrit të atyre bacileve, ata janë disa ma infektues, disa ma pak. Edhe kështu, po ata me marrjen e antituberkularëve konvertohen, negativizohen, për 2-3 javë, dhe kështu që edhe ata janë të pa jo infektues për rrethtin. Ne folëm pak a shumë për trajtimin, që tha zgjat deri në 6 muaj. Çka ndodh nëse një pacient fillon trajtimin dhe ndërpret në gjysmë, do të thotë mas 2 muaj ose 3, fillon gjendja e tij, përmirësohet dhe ndërpret trajtimin. Çka ndodh me ta? Pacientët të cilët bëjnë ndërprerjen e trajtimit, aty është rreziku më i lartë, për shkak se ai pacient do të nështrohet përsëri prej fillimit të mjekimit, do të fillohet prej zeros, po te këta pacientë nëse janë të padisiplinuar dhe bëhet ndërprerja e mjekimit, është rreziku i lartë për zhvillimin e rezistencës karshi këtyre ilaçeve, siç është MDR dhe XDR, do të thotë multidrug rezistenca, edhe kurse atëra të disa raste po janë mjaft ralla, do të fillohet nga fillimi po me trajtimin e ranit të dytë, terapi e ranit të dytë, e cila zgjatë 18 deri 2 vite, dhe është një terapi mjaft e fortë, për shkak se dihet se bacili i kohët është një bacil i cili është mjaft rezistent në trajtimin e tij, dhe nuk mund të trajtohet gjatë njerëzimit, nuk ka mund të trajtohet me antibiotik të zakonshëm, por ka që ndash të jetë me antibiotik posaçëm edhe me një kombinim tërë tyre që është luftuar ky bacil për shkak të mbështjellësit e tij që është me atë stresën polipeptidike dhe lipidike që është mjaft rezistente, edhe është për atë është edhe bacila acido-alkool rezistente, dhe kështu që është mjaft vështirë të luftohet. Plus kur bëhet edhe rezistencë të këta antituberkular të randit parë, atëre kur fillohet me antituberkular randit dytë, atëre
atëra është një sfidë dhe një punë mjaft e madhe. Sigurisht është edhe më e kushtueshme. Edhe më e kushtueshme, por është edhe terapia shumë më e rëndë, se do të fillohet tani edhe me hinolone, siç është moksifloksacina, levofloksacina me aminoglikozide, siç është aminoglikozacina që janë mjaft nekrotoksik, mandej me acid para-aminosalicilik, me bedakuilin, linezolid, pretomanid, tuinamid, të gjitha këto në terrenin e dytë janë mjaft edhe të kushtueshme, por edhe janë mjaft edhe hepatotoksike, nefrotoksike, kështu. Po, doktor Musa, jemi përfundim të emisionit. Dhe para se ta përmbyllim, kisha lutur të flasim diçka edhe për preventivën. A ka mundësi që të prevenohet paraqitja e tuberkulozit? Paraqitja e tuberkulozit patjetër që mundën të prevenohet duke marrë edhe masat e edukimit edhe të popullatës, edhe vazhdimisht njoftimit të popullatës për simptomat cilat janë paraqitet sa mënyrën e bartjes të tuberkulozit, që bëhet vetëm përmes rrugëve aerogjene, dhe njerit edhe sa i përket edhe punës profesionistëve, të cilët duhet patjetër për çdo pacient i cili ka tuberkulozë aktive të bëhet edhe depistimi i antarëve tjerë të familjes aty ku jeton, edhe rrethi i ngushtë aty ku ka jetuar dhe ku ka vepruar, në mënyrë që të bëhet prevenca sa më e hershme përhapjes të tuberkulozës. Jemi në prag të shënimit të 24 marsit, ditës botërore kundër tuberkulozit. Sigurisht se edhe kjo është një rast i mirë që qytetarët të njoftohen me smundjen dhe të njoftohen për gjitha karakteristikat, si bartet, si trajtohet dhe mënyra si është më e lehtë për ta prevenuar, do të thotë mos përhapet brenda një rrethi familjar smundja e tuberkulozit. Po 24 marsi është dita kur është zbuluar bacili i kohët, do të thotë Mycobacterium tuberculosis nga Robert Koch në vitin 1882. Dhe nga ajo ditë gjithmonë shënohet dita ndërkombëtare e tuberkulozës 24 marsi, edhe si klinik, po edhe në kuadër të shoqatës pulmonologëve të Kosovës, gjithmonë shënohet kjo ditë edhe me informata, edhe mendoj ligjërata rreth tuberkulozit, po edhe në bashkëpunim edhe me menaxherin kombëtar në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, që gjendën gjithmonë shënohet dita e tuberkulozit 24 mars. Edhe me ndoj ligjëratë edhe po ashtu me aktivitete tjera për njoftimin e opinionit rreth rrezikave të tuberkulozit, po edhe për simptoma dhe mënyrën e prevencës së tij. Cili do të ishte mesazhi juaj për dëgjuesit e Radio Kosovës, këtë rast për ata që kanë probleme me këtë smundje? Mesazhi është se edhe pse vendet evropiane dhe vendet e zhvilluara kanë ulë shumë numrin e tuberkulozës, vendet tona në zhvillim, sidomos Kosova, ende mendohet se është pike endemike përhapjes së tuberkulozës, do të i marrin të gjitha masat kur janë pyetje prevenca apo e ruajtjes nga infeksioni, edhe gjithmonë të kenë kujdes kur kanë një familjar apo një të afërm i cili është me tuberkulozë aktive, të kenë kujdes të mos rrinë afër, kurse sa i përket seneve të cilat i përdor pacienti, ato nuk bëhet përhapje përmes objekte apo seneve të cilat janë prekur, po vetëm përmes rrugëve aerogjene, edhe kështu që duhet të mbahet distanca gjithmonë, po edhe ai person ku
rrin, ku flam, pasi duhet gjithmonë bëhet edhe hapja ditare aerosja në mënyrë që se bacili kohët është mjaft i ndihshëm në ajër të pastër edhe në drita e rrezëve të tjera. Doktor, faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit Stetoskop dhe ju dëshirojmë sukses në punën tuaj. Faleminderit juve. Të nderuar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin e sotëm Stetoskop. Faleminderit për vëmendje dhe vazhdoni të qëndroni edhe me tutje në valët e programit tonë.